urdhërimin në të mira, ndalimin nga e keqja, i kanë konsideruar dietarët shtyllën e gjashtë Islamit. Po, e vërtet. Po, rëndësia është shumë e madhe. Le të jetë për ju një popull që del dhe urdhëron në të mira, ndalon nga e keqja. Jeni populli më i mirë që keni dalë në tërë njerëzimin, urdhëron në të mira, ndalon nga e keqja, të besoni në Allahun Azza wa Jall. Dhe argumentet shumëta që tregojnë për vlerën e kujt e thirrjes, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Thua kjo është rruga ime, thres për tek Allahu me dije, unë dhe ata që më ndoqën mua. Urdhëro ose fton në rrugën e Zotit tënd me urtësi dhe mau'idha hasana dhe në mënyrë më të mirë. Dhe polemizo me ata në mënyrën më të duhur. Atëherë në emër të urdhërimit në të ndalim nga keqja, u vra Uthmani, u vra Aliu radhiyallahu anhu. Dhe ta mendonin se po afroheshin tek Allahu Azza wa Jall me këtë punë. A mund të jetë çdo urdhërim në të mirë ndalim nga keqja e mirë? Jo. Prandaj shariati ka vendosur rregulla. Për shembull, sot nga problemet është që thonë nëse i pari muslimanëve, dhe ky është problemi jonë se ne problemet e jashtme i sjellim këtu ke vendet tona dhe zihemi njëri tjetrin. Po më që zihemi, unë do ta sqaroj të çështën. Ka bër filan atje i pari atit vendi ka bër gjunahe dhe dietarët kritikojnë dhe me që kritikojnë dietarët, ata dietarë kanë futur burr për shkak kritikimit. Dhe kjo është gënjeshtër. Për atë vend që të referohen. Jo, s'është e vërtetë. Dietarët kritikojnë dhe haptës, kritikojnë të keqen. E kritikojnë të keqen që bëhet nga çdo kush. Mënyrën e duhur. Për shembull, një nga rastet që Abdul Muhsin Abad, Allahu e ruajt, nga dietarët më të mëdhenj të Medinës, ka kritikuar haptës, gjëra që janë bërë ton nga institucion shtetërore në atë vend. Dhe ka bërë me edukat, e ka bërë me urtësi, nga një zemër i një dietar që do të mirë në popullit dhe të parëve. Po kur del në forma të ndryshme, kur nxit popullin për gjëra të tjera dhe armiqësi, sa hapat shuvin, në emër të kujt? Xhelozis për fen. Un kam xhelozi për fen. Dhe duhet ta ndërgjegjësoj popullin. Dhe populli duhet ta ditë vërtetën. Edhe këta rrojnë gjërat. I përzihen. Duhet kritikuar. Dhe përmend hadithin e shahidit, që shahidi më i mirë është ai i cili e thot para. Po të thojnë para, të them mbrapa. Dhe edhe shpifin, për shembull në shumë raste, s'në vërtetën. Ose nuk e din, flasin pa dije të paktën, themi. S'kan diçka argument të qartë. Dhe merrem me të çështje nga të harrojnë vetë të tyre dhe nga të harrojnë të tjerët. Dhe unë jam me mendimin që për janë çështje që fakt nuk na takojnë në realitetin tonë shoqëror. Po në një farë mënyrë të kanë ardhur dhe janë nga të harruar në mendjet tona, në mendjet e të rive tanë. Dhe shumë të ri merren me të probleme. Dhe nuk merren me problemet tona që kemi në vendet tona, të ndryshme, që lidhen me besimin, me xhamatin, me xhamit. Hajde. I them dikujt, do të kontribuosh për fen. Hajde hapi xhami. Hajde pso fëmit Kur'anin. Hajde, shiko familjen tënde. Shiko fëmijët e tu, edukoj si i ke. Ku po shkojnë? I pyet ku e ke djalin? Ose di ku kam djalin.